Vonon për një javë shpërndarje ndihmës ekonomike për personat me aftësi të kufizuar në Bashkinë e Shkodrës. Gjendur përballë nevojave për ilaçe, tetraplegjikët shprehen se po vijnë në lojë nga institucionet përkatëse të cilëve nuk po ju jepet një përgjigje konkrete. Shuma për shpërndarjen e ndihmës së paaftësisë pritet të lëvrohej nga thesari që më datë 3 gusht, por edhe pse ka kaluar një javë, përfituesit ende nuk po marrin pagesat. Ne nuk I kemi marrë parë. Shkojmë te bashkia, thonë I kemi dërguar bordorot në thesar. Vim këto thonë, jo, ne nuk shkon te thesar, jo, thonë nuk është e vërtetë. Ne nuk kanë dërguar bashkisë. Shkojmë ata thonë ka faj banka. Shkojmë vim te banka I ka faj thonë bashkia. Ne si konkluzion, ne para se kena marrë. Unë jam I plak 87 vjeç. Edhe vit tash javë tu për gjithë ditë. Tash po më japin tash kur I jes në. Edhe lutem qeverisë më na dhon bëhet sa më shpejt, më shokoj. Jena në hallë. Ndonse burime nga Bashkia e Shkodrës bëjnë të ditur se shuma ka kaluar pranë filialit bankar, personat me aftësi të kufizuar do të jenë të detyruar të presin sërish deri në nisjen e shpërndarjes.